Së pari, qytetarëve, banorëve të Elbasanit, sot si kryeqyteti festës për mbar kombin, ju uroj gëzuar ditën e verës, festën më të lashtë të jo vetëm shqiptarëve që është e vërteta, por dhe të kombeve tjera, një ditë që ngjall shpresë, frymëzon ripërtritje, një ditë pra gëzimi. Dhe sot këtë festë shqiptarët e festojnë në të bindur se kur se festën tjetër të keqen jalan dimrit dhe rama me lubin të ardhme nuk kanë më. Kjo është dita e fundit e verës që ata i gjën me karrigët thyrë ashtu si që janë. Nuk e meritoj. Ndaj dhe leturojmë që ditën e ardhshme të verës, qytetarët e Elbasanit dhe të mbarë Shqipërisë ta festojnë, si që ja u donë zemra, ta festojnë me dyrë të hapura drejt ardhmes dhe drejt Europës. Është e trisht dhe dhimbshme se në 34 vite kjo është dita e parë e verës në të cilën dyrët e Europës u mbyllën për shqiptarët për shkak të veprimeve të pa shembullta në historinë e këtij e vendeve që shkojnë drejt integrimit nga dyshja Rama-Balluku, Balluku-Rama. Ndaj dhe leturojmë dhe të punojmë fort që ditën tjetër të verës, dita tjetër e verës të na gjej sa më afër ëndrrës tonë europiane. Faleminderit. Gëzuar. Shumë faleminderit.